Atëherë, këtu tek input.txt kemi dy raste testimi. Rasti I parë ka këto dy rreshta. Tani, ky rreshti këtu tregon që janë 3 numra në poshtë. Dhe kjo këtu shkëja, duke zëvendësuar 2 prej tyre. A mund ta bëjmë që ta numra të plotësojnë këtë kushtin duke zëvendësuar 2 prej tyre? Po, sepse mund ta bëjmë këtë njësh, mund ta bëjmë edhe këtë njësh, I bëm dy zëvendësime, edhe bën të njësha. Tani, rasti tjetër është 5 dhe 3. Kemi 5 numra, a mund ta bëjmë të kushtit të plotësohet duke bërë 3 zëvendësime. Me 3 zëvendësime nuk bëhet, sepse kemi një njësh dhe 4 të tjerë që janë të ndryshëm nga njëshi. Kemi 4 numra që janë të ndryshëm nga njëshi. Na duhen 4 zëvendësime. Me 3 zëvendësime nuk bëhet. Apo jo. Tani, si do ta zgjidhim këtë probleme? Do ta zgjidhim duke numëruar sa numra janë të ndryshëm nga njëshi këtu, ose sa numra janë barabartë me njësh. Nëse numrat që janë të ndryshëm nga njëshi janë më pak ose baras me këtë numër, atëherë mund ta bëjmë këtë kusht të vërtet. Duke zëvendësuar 3 numra mund ta bëjmë. Nëse kemi më shumë numra që janë të mëdhenj se njëshi, sesa ky numri K këtu, atëherë nuk është e mundur që duke bërë zëvendësime, duke bërë kaq zëvendësime, K zëvendësime, ta numrat plotësojnë këtë kushtin, këtë kushtin këtu. Edhe prandaj rezultati këtu I programit për testin e parë do të jetë po, sepse me 2 zëvendësime ne mund të zëvendësojmë 2-shin ta bëjmë njësh, edhe mund të zëvendësojmë 5-ën ta bëjmë njësh, edhe do bëjmë gjithë njësha e plotësojnë atë kushtin. Në rastin e dytë, me 3 zëvendësime nuk e bëjmë dot këtë punë, se kemi 4 numra që janë të ndryshëm nga njëshi. Kështu që 3 zëvendësime nuk mjaftojnë. Tani të shikojmë programin, apim atë tonin. Po krijoj një input.txt, save input.txt. Të bëra. Save input.txt. E zëvendësoj atë inputin e parshëm. Tani shkoj tek faqja. Edhe do kap këtë input.txt këtu, e selektoj, I them Ctrl+C, copy. Shkoj këtu, Ctrl+V, shtyp edhe një enter, cancel edhe I them save. Pra, kryuam input.txt. E bëra? E kam bërë. Shumë mirë. Tani, apim një të ri, I bëjmë save. Edhe e ruajmë emrin input.txt. Nëse ka një skedar tjetër, me të njëjtin emër e mbishkruajmë, s'ka gjë. E zëvendësojmë. Apim një skedar të ri, edhe I bëj save që t'i bëj emër, edhe e quaj problema 005.1.2. Po e bëj .1 sepse kemi edhe një zgjidhje tjetër më mbrapa. Kështu që po e bëj .1.2. Zgjidhja tjetër do të nuk kemi edhe 1.3. Tani, do lexojmë njërë nga inputi, do lexojmë numrin e rasteve të testimit. Numri I edhe e ruam tek ndryshorja T. T-ja me vlerën int me klapa. Kjo int e kthen një gjë në numër dhe këtu brenda kemi input me klapa. Pra, ky inputi këtu lexon rreshtin e parë, që është ai dyshi, po e lexon me thonjzat. Kjo int ja heq thonjzat e kthen në numër. Edhe e ruajmë këtu tek ndryshorja T, T e madhe. Tani do bëjmë një cikël që të marrim me radhë rastet e testimit. Aq rastet e testimit sa janë, që janë T. Në këtë rast, bëjmë for T e vogël in range T e madhe, 2 pika. Dy pika ka kuptimin bëj. Edhe kur I themi 2 pika, e shtypim enter, e kupton vetë ky programi toni që këtu do jenë ca rreshta që janë brenda forit, edhe na fut 4 vende bosh brenda. Tani do lexojmë këto dhënat, do lexojmë këta dy rreshta.
për rastin e parë të testimit dhe pastaj këta dy rreshta. Për çdo rast testimi do lexojmë dy rreshta. Do kemi një input për këtë rreshtë dhe një input për këtë rreshtë. Atëherë lexojmë input rreshtën e parë. Këtu. Input. Lexoj gjithë rreshtën. Tani dua që ta ndaj sipas vendit bërë, sepse kam dy numra në këtë rreshtë. Kështu që jem pick split. Pick split. Kjo më ndanë në dy numra, po se cilin nga këta dy numra të shmethojnë ta. Nuk është numër tamam, po është string, të shmethojnë ta. Kështu që të heq tonjzat, duhet që të zbatoj këtë funksionin int të secili prej tyre. Dhe këtë mund ta bëj në këtë mënyrë, duke thënë map int presje edhe e mbyll këtë klapën e mapit. Kjo map zbaton këtë funksionin int të gjitha vlerat që këthen kjo input pick split. Edhe e kemi në klapën. Tani, këtu kemi dy numra që janë numrat n dhe k. Kështu që do t'i ruaj në variablat n presje k. Pra, n presje k merr vlerën edhe kjo pjesa këtej që lexon dy numra. Po I bëj një save. E bëjmë këtë një? Shiko se ka nxjerrë në gjyrë, po, se kur haron diçka, ajo ka nxjerrë në gjyrë që ka një farë gabimi. Tani do lexojmë rreshtin tjetër të testit. Pra ky rresht I parë I testit kishte numrin n, që është numri I numrave që janë këtu më poshtë, edhe ka edhe numrin k. Sipas asaj që na jep problemi. Tani do lexojmë këta numra këtu, që nuk e dim sa janë, mund të jenë 3, mund të jenë 5, mund të jenë 7, janë faktikisht n. Dhe do t'i lexojmë prapë me input. Lexoj gjithë rreshtin me input këtu. Input, lexoj gjithë rreshtin. Pick split. E ndaj si pas vende bosh. Pastaj, me që se këta janë numra, do t'i kthej në numër me int. Duke bërë map int. Pra, zbatoj këtë funksionin int, të se cili prej këtyre numrave, dhe këtë po e ruaj shembull se kjo është një listë, ta shkojmë se kemi bërë këtu. E kthej edhe në listë dhe po e shoj lista A ose L, mund ta quaj edhe L. Atëherë e kthej në listë me këtë funksionin list up club edhe në fund fare mbyll club. Dhe do ta ruaj tek lista L për shembull. Pra e gjitha kjo e lexon, e ndan, e konverton ose e kthen në numra, e kthen në listë, edhe pastaj në fund fare këtë listë, këtë rezultat e ruan tek lista L, tek dyshorja L. Tani pa vazhduar në tutje, po printoj çka kam tek n-ja dhe tek k-ja dhe çfarë kam tek l-ja, që të shikoj a I kam lexuar të sakta. Do të testoj një këtë dhe pastaj do vazhdoj me zgjidhjen e problemit. Pra, kjo është hapi I parë, lexojmë të dhënat nga input.txt. Tani do verifikojmë që I kemi lexuar të sakta. I bëj një print në presje k dhe pastaj I bëj edhe një print l këtu. Print l. I bëj save. Kaloj te terminali, hap një terminal këtu. Bëj ls cat input.txt cat p00 test.1.y. Tani do ta ekzekutoj këtë program, e nxjerr me shqetën lart, edhe në vend të kat bëj Python 3. Merë inputin nga input.txt. Lexon nga input.txt.
Edhe do të na dhënë një gjë tillë. Lësë, enter. Cut input.txt. Ok, shumë. Po, tani do ta provosh me Python 3. Me Python 3 edhe pastaj lexon nga input.txt. Ok, shumë interesant. Pra, po, edhe shenja më e vogël input.txt. Tjetra, shenja tjetër. Input.txt. Atëre, qa na tregon kjo? Na tregon që tek neja dhe tek këja kemi këto dy numra në rregull, i kemi lexuar në rregull. Tek lista L kemi kjo split nuk kanë zesh ka me gabim. Jo split në të panë, split. Si anglisht që ndan, split. Bëj një save edhe provoj prapë. Ctrl+C mund ta bësh save, po. Kalo te terminali. Pra, kemi lexuar rastin e parë të testimit, e printojmë, kemi këta dy numrat edhe këtë listën. Rasti i dytë kemi këta dy numrat edhe këtë listën. Në rregull, tani mund të vazhdojmë me zgjidhjen e problemit. E provoj të doni? Kalojmë te programi tani. Tani këto ne i komentojmë, se këto i përdoren për të kontrolluar programin, i komentojmë duke i vënë një thurje para. Me thurje mund të bëjmë komentet në Python. Domethënë çdo gjë që vjen pas thurjes, Pythoni e ignoron, nuk e merr parasysh. Është vetëm për lexuesin e programit ose tani, çfarë do të bëjmë ne? Ne do të numërojmë sa numra janë të ndryshëm nga njëshi, ose sa njësha janë, se pastaj mund të gjejmë se sa numra janë të ndryshëm nga njëshi duke bërë diferencën. Gjithë numrat, heqim numrat që janë barabartë me 1, gjejmë sa numra janë të ndryshëm nga njëshi. Pra, do gjejmë sa numra janë të ndryshëm nga njëshi dhe do ta krahasojmë me këtë numrin k. Atëherë, për të gjetur sa numra janë të ndryshëm nga njëshi, do lexojmë, do t'i marrim me radhë gjithë numrat që janë tek l-ja. Mund t'i marrim me radhë gjithë numrat që janë tek l-ja duke bërë një for, për shembull a in l b. Tani, ky for këtu ka këtë variablin a dhe ky variabli a me të gjitha vlerat që janë te lista. Edhe fori përsëritet për çdo vlerë që është brenda listës. Çfarë do krahasojmë këtu? Nëse a-ja është më e madhe se 1, b. Faktikisht do të mbajmë edhe një variabël ku t'i numërojmë se sa numra janë më të mëdhenj se njëshi. Për shembull, po e quaj këtë variablin nr dhe në fillim jap vlerën 0. Pra, para se filloj këtë ciklin, krijoj një variabël nr ku numëroj numrat që janë më të mëdhenj se 0 dhe fillimisht jap vlerë fillestare 0. Dhe sa që të shikoj një numër më të madh se njëshi, do ta shtoj këtë me 1. Atëherë, nëse a-ja është më e madhe se 1, bëj. Çfarë do bëj? Do shtoj një tek nr-ja. Nr-ja merr vlerën nr plus 1. Pra, do merret vlera e nr-s, do i shtohet 1, edhe pastaj do ruhet prapë tek nr-ja. Kështu që këtu tek nr-ja do kemi një numër që ka një vlerë 1 më shumë. Dhe kjo do bëhet për çdo numër që është më i madh se 1. Kështu që në fund, kur të mbaroj këtë cikli for, se kaq ka. Kur të mbaroj këtë cikli for, do i kontrolluar gjitha vlerat e listës L, dhe tek nr-ja do kemi se sa numra janë më të mëdhenj se njëshi. Atëherë, përgjigjja që kërkon ushtrimi mund të jepet duke krahasuar këtë nr me k.
if NR, pra nëse NR-ja është më e madhe se K-ja, pra kemi më shumë numra të mëdhenj se njëshi se sa zvendësime që mund të bëjmë, atëherë themi jo. Pra nuk është e mundur që me kaq zvendësime të plotësohet ai identiteti, ai mosbarazimi. Print jo. Përndryshe, që përndryshe bëhet else në Python. Përndryshe, pra nuk plotësohet ky kushti NR-ja më e madh se K, po plotësohet kushti tjetër, më e vogël baraz se K. Përndryshe, print po. I bëj save. Edhe shkojmë te terminali e provojmë. Po, ja, Albi. Po. Po. E nxjerrim në shigjet të lartë dhe e provojmë, një këmjate. Do të kesh përnë një gabim, Daisy, po shikojmë këtë programin, po që se gjendë, unë shikoj që gabim. Tani, kur i kemi më rëne, Pythoni e mes i ndryshore tjetër. Do të thënë, atë shumë nga numrave e kemi rojnë në një ndryshore tjetër, jo në reja. Dhe në fund në reja ngjelet 0. Edhe një gjë. Ky ifi këtu do jetë në të njëjtin drejtim me fori. Po e bëre këtu po e ke bërtish brenda forit. Se ka gatuar. Duhet i të bën. Shikoni tu tregoj edhe një gjë. Arbi ishte bërë këtë gjë kështu. Kjo është totalisht gabim, sepse nëse është në një drejtim me këtë këtu, kjo merret sikur është brenda forit dhe ky ifi përsëritet sa herë që përsëritet fori. Këto hapësirat edhe drejtimi ka shumë rëndësi në Python. Do të jetë këtu. Kur është këtu, është në të njëjtin linjë me këtë. Atëherë brenda forit janë vetëm këta dy rreshta janë brenda forit, jo ifi. Dhe këta dy rreshta do përsëriten. Kur mbaron fori, vazhdon me këtë këtu. Po, se po të shte ajo do vazhdon. Arbi vazhdon mbaroj të testoj, se do bëjmë zgjidhjen tjetër. Po. Pra, që ta kemi parasysh, këto hapësirat boshe dhe drejtimi ka shumë rëndësi në Python. Po ta bëj kështu është gabim. Po ta testoj, edhe një hapësirë mangur po tjetër, se një hapësirë tjetër është gabim. Pra është gabimi te if nëdo K. Shkojmë të shigjet në kur, edhe ka thotu, pritem 2 pika, ka harruar 2 pika, po të thotë vetë. Kjo këtu. Mbas i aty, po dojnë 2 pika. Bëj save dhe provoj, pra. Në rregull. Vetëm se këtu përgjigjja e parë është jo, pra nëse plotësohet kushti, përgjigjja do jetë no. Përndryshe është po. Se ke përndregu, ke përgabim? Kam bërë këtë përë, po kjo e nxarë me të saktë, të testim. Dhe tu kam bërë, duhet ishte në u lartë. Dakor, po edhe në testim gabim të kanë dhjetë. Tu duhet jo. Tu poshtë duhet po. Tani, rregulloj dhe testoj. Tani do shikojmë edhe një zgjidhje tjetër. Po i bëj save kësaj, po bëj Ctrl A, Ctrl C, që e kopjoj gjithë, po bëj një skedar të ri, i bëj Ctrl V, paste, edhe e ruaj me emrin pik 2. P005, pik 2, pik PY.
se do ta ndryshojmë këtë zgjidhje, do bëjmë një zgjidhje tjetër. Pse e bëjmë copy paste deri këtu është në rregull, ajo pjesa lart është në rregull. Kështu që do fshim vetëm këtë pjesën poshtë. Deri ku lexojmë ato është në rregull. Kështu që mund të vazhdojmë me zgjidhjen këtu poshtë. Atëherë, kjo zgjidhja tjetër prapë do numërojmë se sa numra janë më të mëdhenj se njëshit e lista L. Po këtë e bëjmë duke krijuar një listë tjetër. Një listë krijohet me këto dy klapa katrore në Python. Dhe po them lista A for A in L. Pra, këto dy klapa katrore krijojnë një listë. Dhe lista do mbushet me numrat A, ku A-ja është në L. Po, deri këtu, ajo fut gjithë numrat e L si fut në listë. Po ne duam të fusim vetëm ata numrat e L që janë më të mëdhenj se njëshi. Kështu që do bëjmë edhe një kusht këtu. Nëse if A është më e madhe se, pra, for A in L, if A më e madhe se 1. Pra, krijon një listë të re me gjithë numrat e L-s që janë më të mëdhenj se njëshi. Që ta shikojmë edhe këtë listën, se e pam në erën e kaluar me Arvin, po ju nuk ishit. Po bëj një listë L1. Pra, këtu mund të bëjmë testime. Mund të testojmë komandat e Pythonit, të Python këtu, edhe po shkruaj të L1 edhe po krijoj këtë listën. Pra, lista krijohet me klapa katrore dhe brenda janë ca gjëra të ndara me presje. Në këtë rast të gjërat janë numra, kemi ca numra të ndara me presje. Tani shtyp L1, çka kam brenda të L1-shit, të L1-shit kam këtë listën këtu. Tani po bëj një listë tjetër L2. L2-shi merr vlerën edhe po hap dhe po mbyll klapat, pra do krijoj një listë. Tani I them A in L1. A for A in L1. A for A in L1. Edhe ja them, shikoj çka kam të L2-shin. Te L2-shi kam prapë të gjithë numrat e A, sepse kam krijuar një listë me numrat A, ku A-ja janë gjithë numrat e L1-shit. E nxjerr me shigjetën lart. Këtu. E nxjerr me shigjetën lart, po I vë këtë kushtin tani. If A më e madhe se 1. Tani shikoj prapë çka kam te L2-shi. Atëherë, nëse I vë këtë kushtin A-ja më e madhe se 1, tek L2-shi kam një listë me gjithë numrat e A-s që janë më të mëdhenj se 1-shi. Sepse këtu mund t'i provojmë komandat e Pythonit për të parë se çfarë bëjnë, para se t'i fusim në program. Tani mund të bëj një gjë tjetër këtu tek prompti. Mund të them len L2. Len L2, len është shkurtim për length. Më jep gjatësinë e listës, domethënë sa element ka lista, sa gjëra ka brenda lista. Edhe në këtë rast është 3. Pra, nëse unë dua të gjej direkt se sa numra në listën L1 janë më të mëdhenj se njëshi, mund ta bëj edhe kështu. Direkt po e bëj këtu në R, len, edhe e mbyll klapën e funksionit len në fund. Çka ka në R? Në R ka vlerën 3. E provon? Tani këtë gjë e bëj këtu lart. Meqenëse e provova, në R-ja, në vlerën len
edhe e mbull klapën këtu. Dhe tani thjesht mund të krahasoj N-ën me K-ën. Pra, edhe kjo pjesë është njësoj me këtë, mund ta kisha marrë dhe if-in që këtu, mund ta shkruaj edhe një herë. Ctrl C. Ctrl V. Edhe bëj save. Pra, pasi që ta numrin e numrave që janë më të mëdhenj se njëshi, e krahasoj. Nëse është më e madhe se K, do printoj jo. Përndryshe do printoj po. I bëjmë save dhe e testojmë. E testojmë terminal. E nxjerrim me shkretën lart, por në vend të pikë 1 bëjmë pikë 2. Me që se e kemi. Normalisht do të japim një pyetje. Nuk e selektoj, do të kapsh edhe i. Shtyp pagëllëca. Shtyp e këtu kontrolë. Ani bëjmë save dhe kalojmë te terminali që ta testojmë. E nxjerrim me shkretën lart, e ndryshoj kënjëshin në 2, programi 2. Edhe do të japim një rezultat. Tani kemi dhe një zgjidhje tjetër, po në vend që të shkruajmë një program tjetër, po e bëjmë këtu tek pikë 2-shi, te zgjidhja 2. Këtë po e komentoj unë, po ju edhe mund ta shihni, po e komentoj dhe këtë if-in do ta zëvendësoj me një çift tjetër që është ekuivalente me këtë. Që është e njëjta gjë vetëm se është më e shkurtër, më kompakte. Atëherë do them print upload mbyll klap. Tu tek print do them jo, print jo. Por me kusht if NR më e madhe se K. Else po. Pra, ky printi këtu është një ekuivalent me këtu, vetëm se if-i tani është futur brenda printit. If-in e kemi këtu, testimin e kushtit, if else. Printo jo nëse NR është më e madhe se K, else po. Përndryshe printo po. Split, është split. Split. Vedem të tjera. Po, testa. Tani, mund ta shkruash të poshtë i komentojmë ka duke e vënë një thurje për para dhe shkruajmë shpejt e shpejt. Do bëjmë edhe një zgjidhje tjetër që është akoma më kompakte. Edhe kjo është e fundit. Fakti nuk e kam testuar, ta testoj një këtë, këtë të fundit nuk e kemi testuar, është në rregull.
Krijoj një skedatëri P005.4.py. Bëj save. P005.4.py. Tani, po e kopjoj këtë, po faktikisht do ta ndryshoj. Po e kopjoj dhe po e bëj paste këtu. Dhe në vend të këtyre dy rreshtave, se faktikisht kjo këtija këtu nuk na duhet. Në vend të këtyre dy rreshtave do shkruaj një rresht tjetër. Po e shkruaj këtu lart dhe këta dy do t'i komentoj. For ky underscore është një variabël. Një variabël nuk të përmbajë edhe underscore në Python. Mund të fillojë me underscore, mund të jetë edhe underscore. For t in range int. Brenda int kemi input. Dhe në fund kemi dy pika b. Ose Ctrl X po e vendos të poshtë në një. Edhe do ta serojm. Abi lëre këtu. Po të kulturë. Po këngë të tani është më tjetër. Po në dia të dyta, pra, ma do të parë në kopja të kësaj vllate të dyta. Për të shtuar ato. Tani api interesu. Edhe base P005.4. P005.4. Tani Qa shikojmë këtu? Këtu shikojmë që këtu direkt lexojmë në rreshtin e parë, e kthejmë në numër, edhe direkt e përdorim këtë numër brenda range-it. Pra nuk ka nevojë për të, e eliminojmë këtë. Pra është një lloj sikur ta marrim këtë int input dhe ta vendosim këtu në vend të t-s. Apo jo. Pra është më kompakte, më e përmbledhur. Edhe këtu në vend që themi for t, themi for underscore. Pse? Sepse të ndryshojmë këtë, ne nuk e përdorim gjithmonë këtu. Është thjesht sa për të mbajtur se sa teste do bëjmë, sa herë do përsëritet. Edhe këtë e bëjmë si një variabël non-name, kështu që nuk na intereson vlera që ka ky variabël, po thjesht duam që këto voqe këtu poshtë të përsëriten kaq herë. Atëre po I fshi këto dy rreshta plaçe që komentova, dhe po lë vetëm atë rreshtin e fortë. Po I fshi dhe këto rreshtat me koment, këtu I thim me koment. I bëj një save. Dhe faktikisht këtë sa numra janë të ndryshme nga njëshi. Ne mund ta bëjmë duke llogaritur se sa numra janë të barabartë me 1 dhe duke hequr nga n-ja atë numër. Pra këtë nr faktikisht mund ta llogarisim në këtë mënyrë. Mund ta llogarisim si n minus l pik count 1. Pra, lista në Python ka edhe një funksion count, që numëron se sa njësha janë në këtë listë. Pra, ne gjejmë se sa njësha janë, nga n-ja heqim numrin e njëshave, dhe na del se sa numra janë të ndryshëm nga njëshi. Edhe pjesa tjetër është njësoj, print jo, nëse numri nr-ja është më i madh se k, për ndryshe po. I bëj save. Edhe bëj këtu. Tani, këto dy rreshtat
e parë ja njësoj, ndryshojmë të rreshtin këtu. E provojmë. E provojmë? Do? Tani, këtë në rënd këtu mund të asociojmë direkt me këtë këtu, dhe ta fshim të rreshtin, pra e selektoj këtë, i bëj Ctrl C, vi këtu poshtë, edhe bëj Ctrl V. Dhe këtë rreshtin sikur e shqipare. Se këtë është e njëjta gjë. Pra, në vend të NR-s vendosa atë shprehje. Edhe i bëj prapë save. Edhe e testojmë. Kërës në qështë dhe beseta, në? Jo, shkruaj si që kam punë, ajo të poshtë, print, jo. Fshi ato katër rreshtet të fundit. Fare. Të fare dhe punë, Fshi e këto dhe shkruaj rreshtin e fundit aty. Vazhdo të punoj programi, se gjithmonë sa që punoj ndryshim duhet ta testojmë, sepse bën vaki që të fusim edhe në një gabim, rastësisht, pa dashur. Tani, këtë shprehje këtu, kjo është pak si e komplikuar. Këtë mund ta shkruajmë edhe ndryshe. Po ta kaloj këtë minus l.count 1 nga krau tjetër, mund ta bëj n-ja më e madhe se k plus l.count. Dhe mund ta bëj kështu k-ja, n-ja më e madhe se k plus l.count. Është një pikush, vetëm se atë l.count e kam kaluar nga krau tjetër i mosbarazimit. Nëse n-ja më e madhe se k. Ose më mirë mund ta e testojmë një këtë, Ctrl C, save e testojmë. Faktikisht e testuam. Pritet një else, të mungon një else aty të klipi, po, aty në para post do dhe një else. Do më bosh, po, provojta. Po, tani është rregull. Tani, faktisht edhe kjo shprehje nuk më duket shumë e qartë. Do ishte më mirë sikur ta bënim, për shembull, e kalojmë k nga krau, e kalojmë n nga krau prit. Mund ta bëjmë kështu. Ja po e selektoj, Ctrl Po e bëtë të më poshtë, ta kem parasysh atë shprehjen sipër. Këtë po e komentoj. Dhe po e bëj shprehjen kështu, l.count më e vogël se n minus k. L.count më e vogël se n minus k. Është e njëjta gjë, vetëm se kam ndryshuar krahët, domethënë kjo shprehje është një lloj si kjo shprehje këtu. Është identike. I bëj save dhe testoj. Testojmë në gabimit të në Po. Testojmë në gabimit të pjulleshi para fundi. Po. Këtë rreshtin e kemi hequr, nuk e di më gjë këtë rresht, shikojmë në rreshtën e aty s'ka. Çka në papshirë. S'ka. Të bëj save. Po, bëj save dhe testoj prapë. Ke një gabim tu prin na, do dhe një takë. Tu, të e marrë. Jo, këtu. Shtyp Ctrl C? Po, edhe testoj. Vërë?
unexpected indent. Shiko, është ajo puna e vëndeve poshtë, indent i thonë vëndeve poshtë, pra do t'jetin në të njëjtën vijë, në të njëjtin drejtim me ato rreshtat më sipër. Para pyetit kemi ca vëndeve poshtë që na janë çuar gabimisht. Po, aty do të jetë. Tani do bëjmë atë. Do Folje dhe Lëre, s'ka gjë, provoj këtë. po të drejtë. Do t'jë në rregull, mirë. Atëre, Që me janë shliri. Be pa burje direkt, se është L pikam me vogël se N minus K. Me vogël se N minus K. Bëj kontrol S. Testoj vetë. Në rregull. Tani, detyra që do ta shikoni në shtëpi, po e bëhet mirë ose do të s'ka gjë, se do ta shikojmë kur vini radhën tjetër. Do numërojmë se sa tresha janë në një varg me numra. Pra, kemi këtë input i këtë x. Ky ka tre teste. Testi i parë janë këta dy rreshta, testi i dytë edhe testi i tretë. Testi i parë, kjo pesa do të thënë që janë 5 numra. Ky dy shiktu do të thënë që janë 2 numra më poshtë, dhe kjo 4 do të thënë që janë 4 numra më poshtë. Atëherë, në rreshtën e parë, numërojmë se sa tresha janë, edhe do nxjerrë 2. Në rreshtën e dytë, numërojmë se sa rreshta janë, do nxjerrë 0, nuk ka asnjë. Në rreshtën e tretë janë 3 tresha, po nëse janë 3 tresha, programi thotë që do të printoni superfat. Sepse numëron se treshit numërën e fat. Dhe po numëron se sa tresha janë. Nëse janë 3 tresha, do printoj superfat. Kjo është detyra. Do bëjmë 5 minuta pushim dhe të kalojmë tek komandat apo fillojmë direkt? Po, bëjmë pak pushim. Okej, bëjmë 5 minuta pushim, shkoni në tualet, bëni çfarë do të thonë. Pensare. Sembra non so bene. Jo, ka vendos, nuk është dakord. No, se un po' non mette, toltera. Atë e shikon pastaj. Dje kam komanda me pan këto shkretë e rregullta, regular expression. Unë e regjistruam dje dhe kam hedhur, por nuk e di se ma abonon të YouTube për ta ashtu atë mësimin e djeshëm, po shpresoj që herët apo vonë do ta nxjerrë. Sot do shikojmë disa komanda të tjera që përdoren për punim, si për shembull komanda sort, që përdoret për renditje.
Tani, po të shikojmë të, jeni gati me terminalin? Fillojmë? Po. Po të shikojmë të direktorin ls usr share, ka ca në direktori brenda kjo. Tani, kemi këtë detyrë, do të gjejmë 10 direktorit më të mëdha që ndodhen brenda kësaj. Pra, duam 10 direktorit më të mëdha që ndodhen brenda kësaj direktorie. Kemi komandën e nxjerrim në një me shitjetën lart, ls usr share, dhe këtë komandën ls e bëjmë du disk usage, Ctrl E shkoj në fund. Kam pa instaluar këtë, nuk rinjë. Se tash më ishte në natë. E bëjmë këtë du që do të thonë disk usage dhe në fund /u. E nxjerrim me shitjetën lart komandën ls, e bëjmë ls-n du disk usage dhe në fund i bëjmë një /u. Tani ç'a është kjo du? Du është komanda disk usage, që tregon se çfarë madhësie ka secila nga këto direktori. Edhe këtu na dalin këto madhësi, po janë në byte apo në kilobyte, nuk e di. Po të japim këtë opsionin nuk e se është summary. E kaloj dhe të komanda ls. Pra edhe njerë, e kalojmë të komanda ls në fajt. Ctrl E. Bëjmë fajt edhe komanda ls. Ops. Bëjmë fajt edhe komanda ls. Që ta shojmë me faqe. Dhe këto janë madhësitë e secilës nga këto në direktorisë usr share. Për shembull, kjo është 3336 byte. Tani ne duam 10 më të mëdha në këtë listë. Duam të gjejmë 10 direktorit që kanë madhësinë më të madhe. Mund para se të bëjmë këtë ls, po japim komandën sort dhe pastaj e kalojmë te komanda ls. Pra e kalojmë një te komanda sort që bën renditje. Edhe pastaj te komanda ls. Qa në ndodhë? Si ka renditur kjo? Është 1.8, pastaj 100, pastaj 10.000. Pse në ndodhë kjo gjë? Në ndodhë kjo gjë sepse komanda sort bën renditje alfabetike. Nuk duam kështu, sepse nuk I ka renditur sipas madhësisë. Shikoni që ka diçka gabimate? Kjo ndodhë sepse komanda sort bën renditje alfabetike dhe renditja alfabetike kontrollon shkronjën e parë të gjithë rreshtave, pastaj kontrollon shkronjën e dytë të gjithë rreshtave, pastaj kontrollon shkronjën e tretë e kështu me radhë. Edhe kështu që nxjerr gjithë ato që janë me 1 dalin në krye, pastaj shikon shkronjën e dytë. Gjithë ato që janë me 0, pastaj gjithë ato që janë me 1, pastaj gjithë ato që janë me 2. Pastaj shikon shkronjën e tretë. Po kjo nuk është renditje e mirë për atë punë që do të bëjmë ne, sepse është renditje alfabetike. Po I jap këtë opsionin shtyp që e nxjerr edhe një herë me shitjetën lart dhe po jap opsionin n komandës sort. Kjo komanda n është renditje numerike. Tani na nxjerr të renditura sipas madhësisë, renditja është saktë, vetëm se na nxjerr nga më e vogla tek më e madhja. Edhe kjo nuk është tamam siç e duam, do t'i shtojmë edhe këtë opsionin -r komandës sort, ose mund ta bëjmë -nr direkt. -nr. R-ja është për reverse, domethënë që ndryshon sensin e renditjes. Nga më e madhja tek më e vogla. Edhe tani janë të renditura tamam, ato që kanë madhësi më të madhe janë në krye, ato që janë me madhësi më të vogël vinë poshtë. Ne thamë që duam 10 më të mëdha, si do të 10 direktorit
që kanë madhësi më të madhe. Si do ta bëjmë? Në vend të komandës less, përdorim komandën head. Komanda head nxjerr vetëm 10 rreshtat e para. Edhe shikojmë që direktoria më e madhe është kjo, pastaj pas asaj vjen kjo, pastaj kjo, e kështu me radhë. Iku kjo. Tani shikojmë një rast tjetër. ls minus l slash usr slash bin. E kalojmë te komanda head. Të shikojmë 10 rreshtat e para. Tani lsl na nxjerr një listë gjatë për çdo na nxjerr një listë gjatë për çdo skedar ose direktori që ndodhet brenda kësaj. Dhe një nga këto elementet ose është madhësia e skedarit ose e direktorisë. Dhe ne duam prapë të bëjmë të njëjtën gjë, që të rendisim, të gjejmë skedarin që janë të shumë, ke still, sepse këtu ne e kalojmë tek head. E kalojmë me pak të komanda head që nxjerrim vetëm 10 para. Po. Duam të rendisim prapë sipas madhësisë, po tani madhësi nuk e kemi këtu në krye. Edhe komanda sort fillon renditjen nga fillimi. Si do ta bëjmë? E bëjmë duke përdorur këtë e kalojmë tek sort, dhe pastaj tek head, por kjo komanda sort do ketë këtë K5. K është kolona 5 ose key, çelësi 5. Domethënë që rendit sipas kolonës 5. Kjo është kolonë e parë, pastaj vend bosh, kolonë e dytë, pastaj vend bosh, kolonë e tretë, pastaj vend bosh, kolonë e katërt, pastaj vend bosh, kolonë e pestë. Pra i kemi rendit sipas kolonës 5 dhe na nxjerr 5 parat. Çfarë shikojmë këtu? Prapë shikojmë që kjo ka bërë renditje alfabetike. Kolona 5, dakord, po ato që fillojnë me 1 janë të parat, pastaj me 0. Prapë do të shtojmë kësaj komandës sort, do të shtojmë këtë opsionin -n. -n që të bëj renditje numerike. Jo renditje alfabetike, po renditje numerike. Dhe tani kjo i ka renditur kolonën e 5 numerike, po i kanë nxjerrë nga më e vogla tek më e madhe, fillon 1, 2, 3 e kështu me radhë. Ne duam nga më e madhe tek më e vogla. Çfarë do bëjmë? Minus r. Do shtojmë minus r këtu. Minus r që është reverse, ose mund ta bashkojmë me këtë, minus në r. Që të bëjmë renditje në të kundërt. Edhe tani është në rregull. I ka renditur sipas kësaj kolone dhe i ka renditur nga më e madhe tek më e vogla. Kështu që direktoria më e madhe ose skedari më i madh, nuk është direktori, është kjo snap. Dhe pastaj tjerat me radhë. Po bëjmë një pastrim ekrani clear. Edhe do shikojmë një shembull tjetër. Po për këtë shembull na duhet një skedar prove. Edhe këtë do ta shkarkojmë me komandën wget. Wget përdoret për të shkarkuar diçka nga interneti. Wget https linux-cli /ps.al/ examples / lesson me 2s 07 / distros.txt enter. Bëj ls distros.txt që ta shikoj është shkarkuar apo jo. Duke shkruar në që gradim. Direkt në shkruar të datë? Po, për gjë.
Tani e kontrolloj me LS distros të kriste, që ta shkruajmë është në rregull, të shkarkuar. Tani e shikojmë me komandën cat. Çfarë ka brenda kjo? Cat DI edhe shtyp tab. DI. Po, do të shkruaj nga gabinë. Nxjerrë me shkritë ka? Examples. Tu është examples. Shtypën? Okej, tani është në rregull. Bëj cat distros.txt. Të shikojmë se çfarë ka brenda. Atëherë, distro në Linux quhen ato variantet e ndryshme të Linux, ëh? E keni parasysh? Po. Edhe këto janë disa nga variantet më të njohura, Ubuntu, Fedora, SUSE. Dhe këtu kemi versionin, janë që të vjetra këto, si ashtu, për shembull kemi Ubuntu 8.10. Tani nuk e di se sa ka vetë, është Ubuntu 26.04. Se tani kanë ndryshuar ose më thënë, do të thënë çdo 2 vjet nxjerr një version të ri Ubuntu-ja. Versioni i fundit të Ubuntu-s për shembull është 26.04. E nxjerr në prill, janar, shkurt, mars, prill. E nxjerr në prill. Prandaj është quhet 26.04. Nxjerr edhe një version tjetër test, për shembull, kjo ka që në 2008 ka dalë kjo. Ja kushtet e data këtu. Data është çaj dihet, tetor 2008. 30/10/2008. Edhe kjo është data kur ka dalë ky version. Ne do bëjmë ca prova me sort me komanda tjera të ky sedar. Prandaj kemi shkarkuar. Tani, nëse e nxjerrë një herë të komandën cat, edhe i vë këto opsionin minus a e madhe. Ky opsioni minus a e madhe na tregon edhe karaktere speciale brenda këtij skedari. Atëherë kemi këtë kapuç i. Kapuç i është tab. Tabi është një karakter mbosh, po është i gjatë, që zë 8 vende ose 4 vende, diçka e tillë. Pra, këto janë të ndara nga njëra tjetra me tab. Po ta shikojmë, kjo është një karakter i vetëm, pavarësisht se është hapësirë e gjatë, është një karakter i vetëm. Këto kolonat janë të ndara me tab, jo me të mposh. Edhe në fund kemi edhe këtë shenjë dollarit që tregon fundin e rreshtit. Tani, po bëjmë këtë komandën sort distros.txt. Çfarë bëjmë? Kjo është renditje alfabetike. Çfarë do të thënë renditje alfabetike që ne krahason shkojnë e parë. Edhe të gjitha ato që janë me f vijnë përpara, sepse f-ja vjen përpara s-s në alfabet. Që të gjitha ato që fillojnë me f vijnë përpara rreshtave që fillojnë me s. Vijnë përpara rreshtave që fillojnë me u, se u-ja është në fundi në alfabet. E kështu me radhë. Mirë, çfarë shikojmë? Këtu tek renditja e Fedorës, kolona nuk është renditur ashtu siç duhet. Duhet të ishte shumë 5, 6, 7, 8, 9 dhe pasaj vinte 10-a, por nga ka dalë 10-a e para se fillon me njësh. Fillon me njësh edhe njëshi është përpara 5-ës në renditjen alfabetike. Tani si mund ta rregullojmë këtë? E nxjerrim edhe një komandën sort me shigjetën lart dhe këtu i vëm këtë ki me dy minusa baras ki baras me 2 edhe n. Atëre, kjo ki është kolona që do përdoret për të renditur. Dhe kjo ka 3 kolona. Këtu përdorim kolonën e parë. Do të thënë, duke filluar nga kolona e parë, marrim një kolonë. Dhe ky është çelësi i parë i renditjes. Pasi i ka renditur me çelësin e parë, me kolonën e parë,
çelësi i dytë i renditjes është kolona e dytë, që është ky dyshi këtu. Po kjo në-ja çfarë në ja? Në-ja është që i themi kolona e dytë renditje me renditje numerike. Pra kolonën e dytë, kolonës së dytë bëj renditje numerike. Pra fillimisht i rendit sipas kolonës së parë, pastaj i rendit sipas pjesës së mbetur, sepse kur i themi dysh, domethënë dysh edhe deri në fund. Se këtu i themi njësh edhe deri te njësh, ose merr vetëm dy kolonë. Këtu i themi duke filluar nga kolona e dytë, po bëj renditje numerike. Japim enter. Edhe tani renditja e kolonës së dytë është në rregull. E nxjerrim edhe një herë me shigjetën lart dhe këtë opcionin key që bëm ne mund ta bëjmë edhe thjesht -k, opcioni i shkurtuar me një vend bosh edhe 1.1. -k 2 Dhe faktikisht edhe këtë vend i bosh përderisa pas minusit është vetëm një shkronjë që përdoret si opcion, mund ta bëjmë edhe kështu, edhe vendet bosh mund t'i heqim. Sepse po që minus, kjo është një opcion, dhe opcion me një shkronjë. Çfarë vjen mbrapa pastaj është përblerje e këtij opcioni. Që nuk ka mundësi për t'u ngatruar. Dhe kjo presje njëshi këtu ka rëndësi, sepse nëse e heq të presje njëshin, ajo ka kuptimin që duke filluar nga kolona 1 deri në fund, edhe i bën prapë renditje alfabetike të gjithës, edhe nuk ka çelës së dytë, domethënë nuk ka çelës së dytë renditje. Është gjithë rreshti çelës i renditjes dhe është alfabetik. Ja, po ta bëj provë që ta heq të presje njëshin, po ta heq, më del prapë renditja gabim, sepse çelësi i parë fillon nga kolona 1 dhe deri në fund, sepse nuk i kam dhënë kufizim. Them njësh, edhe pastaj shkon deri në fund, nuk ka kufizim. Edhe kështu që çelësi i dytë nuk ka fare, përderisa çelësi i parë i merr gjitha, çelësi i parë i renditjes me gjitha kolonat. Kështu që kjo duhet presje 1. Tani, supozojmë se duam t'i rendisim sipas datës, po në renditjen e kundërt kronologjike. Atëherë e nxjerrim edhe një këtë komandën sipër edhe do përdorim disa çelësa të tjerë renditje me stokin. -k 3.7 në BR. Do t'i sqarojmë se çfarë është. -k 3.1 në BR dhe -k 3.4 në BR. Japim enter dhe kjo 3.7, këja është kolona e tretë. Pik 7 fillon nga karakteri i 7 e deri në fund. Karakteri i 7 është 2, 3, 4, 5, 6, 7 fillon këtu. Pra 3.7 fillon nga karakteri i 7 i kolonës së tretë. Kjo në-ja është numerike, bëj renditje numerike, reja është reverse, po kjo bëja që është këtë? Tu bëj ato që suppressing any leading spaces of the third field. Pra, nëse kolona e tretë ka hapësira bosh, nuk i marrim parasysh. Pra, ky është çelësi i parë i renditjes. Fillimisht i rendisim sipas vitit. Në renditjet kundër kronologjike, reverse, domethënë 2008 vjen para 2007-s, vjen para 2006-s. Pastaj, brenda këtyre që janë në 2008, çelësi i dytë i renditjes është kolona e tretë
karakteri i parë, fillojmë renditjen nga kjo. Edhe kjo është renditje numerike dhe është në krah të kundërt, reverse. Kështu që 11 vjen para 10-s, vjen para 06-s, vjen para 05-s. Dhe faktikisht ky është muaj, sepse kjo është, domethënë, renditje sipas vitit, sipas muajit, dhe pastaj e treta do jetë renditje sipas datës. Fillojmë tek karakteri i 4. 3.4, kolona e tretë, karakteri i 4, renditje numerike, renditje krah të kundërt. Vetëm se këtu s'kemi njëta, jetë. Tani, kur themi sortne, edhe kur themi kolona 3, kolona 1, kolona 2, si e kupton sorti, komanda sort, se kush është kolona e parë, kush është kolona e dytë. E kupton nga vendet bosh. Domethënë, nëse ka vende bosh ose nëse ka tab. Jo, faktikisht tab. Pra, tabi e merr si ndarje midis kolonave. Aty ku ka tab, tabi ndan një kolonë nga kolona tjetër. Po disa skedar mund të mos kenë tab. Për të ndarë kolonat, mund të përdorin një shkronjë tjetër, një karakter tjetër. Për shembull, nëse shikojmë head /etc/password. Këtë skedar që mban llogaritë e sistemit, faktikisht këtu mban me 2 pika, një kolonë nga kolona tjetër. Dhe nëse duam të rendisim këtu një gjë sipas një kolone, do përdorim diçka tjetër. Për shembull, nëse duam ta rendisim sipas fushës së shellit. Shelli është, domethënë nëse duam ta rendisim këtë sipas shellit. Shelli është e 7-ta. Pra kjo është e para, e dyta, e treta, e katërta, e pesta, e 6-ta, e 7-ta. E nxjerrë në shiljen e lartë, do të them sort K7. Do të thënë renditje sipas kolonës së 7. Por do t'i them edhe një gjë këtu, që si ndarës midis kolonave përdor 2 pika. Kjo minus P tregon se çfarë karakteri do përdoret si ndarës midis 2 pikave. E kaloj edhe tek head. Pra, them përdor si ndarës të 2 pikshin për të ndarë kolonat nga njëra tjetra dhe rendit sipas kolonës së 7. Renditje alfabetike. Meqense nuk kam përcaktuar që të jetë numerike, vetë kjo është renditje alfabetike. I bëjmë pastrin e ekranit. I bëjmë pastrin e ekranit dhe do shikojmë një komandë tjetër, që është komanda cat. Po shikojmë një shembull, cat -f3 distros.txt. Si mendoni, çfarë bën komanda cat? Dakor, një përgjigje mund të shoni. Përgjigje tjetër, çfarë bën komanda cat? Nga vetë fjala anglisht. Pret. Çfarë pret? Çfarë është minus F3? Ai 3 çfarë? Është kolona e tretë. Po ta shikojmë përmbajtjen e skedarit distro, e shikojmë edhe një herë, po e shikojmë, mos e bëm juve. Po ta shikojmë skedarin distro, ka 3 kolona, kolona e parë, kolona e dytë, kolona e tretë. Tani kur i them unë cat F3, pret vetëm kolonën e tretë, dhe nxjerr vetëm kolonën e tretë. Dakor, pra nëse duam të nxjerrim vetëm një kolonë nga një skedar, që është i përbërë në kolona, mund të nxjerrim vetëm kolonën e tretë. Tani, ne mund të themi edhe cat 1 presej 3.
Qa për një presje 3, qa këtimi ka? Provojni një. Që do pres kolonën e parë dhe të tretë. Kolonën e parë dhe të tretë. Pra, në qëse e bëjmë një presje 3, kolonën e parë dhe të tretë. Në qëse e bëj 1 minus 3. Kolonat nga 1 deri te 3. Faktikisht to mund të kombinojnë edhe kështu, një presje 1 viz 2, 1 minus 2, pastaj presje 3. Mund të kombinojnë edhe kështu. Pra, duam të them që nxjerr këto kolona dhe këto kolona. Kolona nga 1 deri te 2, që faktikisht është vetëm 1 dhe 2, presje 3, edhe 3. Tani, me këtë thot treshin, ne nxjerrim kolonën e tretë. Po nëse do nxjerr vetëm vitin, si do ta bëj? Pra, viti është kjo këtu. Nuk duhet nxjerr gjithë kolonën e tretë, por duhet nxjerr vetëm vitin. Mund ta bëjmë kështu, pasi nxjerrim kolonën e tretë, e kalojmë te një komandë tjetër kat. Dhe tani I japim këtë opcionin -c komandës kat. 7 minus 10. Kjo komanda -c është për karaktere. Pra tani çdo karakter konsiderohet si një kolon. Çdo karakter I rreshtit konsiderohet si një kolon. Dhe I themi 7 minus 10 nga 7 deri në 10. Atë nxjerr karakterin e 7 deri në 10. Karakteri I 7 është shkruar këtu, ku fillon viti, edhe karakteri I 10 është ku mbaron viti. Pra, nxjerrim një kolonë e tretë me -f3 dhe pastaj atë që del e kalojmë prapë te komanda kat dhe me opsionin -c e trajtojmë çdo kolon si çdo karakter si një kolon në vete. Kolonë e parë, kolonë e dytë, kolonë e tretë dhe nxjerrim nga 7 deri te 10 që është numri I vitit. Pra, kjo është një mënyrë. Një mënyrë tjetër është duke përdorur këtë opsionin D, që I them përdor si delimiter këtë slashin dhe pastaj -f3. Atëre tani, kjo opcioni -d I thotë që për të ndarë fushat, përdor këtë slashin, si ndarë, delimiter. Atëre, kjo përcakton fushën e parë nga e dyta, kjo ndan fushën e dytë nga e treta, pra janë 3 fusha gjithsej, edhe I themi që nxjerr fushën e tretë, ose kolonën e tretë. Nxjerr kolonën e tretë. Pra edhe kjo është një mënyrë. Se kam shportin qëtje. Jo, shikolla pëse të vite, nuk kesh pasi qëtje ajo, me data muaj. Po, atë do nxjerrim, atë po bëjmë, që po nxjerrim vetëm vitin. Tani, nëse po ta nxjerrim këtë datën, na del me formatin amerikan. Nëse po e lëm. Tani, kalojmë edhe një te komanda tekstskedari etc password. Qëse duam të nxjerrim kolonën e parë të kësaj, mund ta kalojmë këtë output te komanda kat, edhe I japim këtë opcionin D, delimiter, 2 pika. Pra, si ndarës në këtë rast përdorim 2 pikshin, për të ndarë fushat në njëra tjetra, dhe pastaj -1 nxjerrim fushën e parë, nxjerrim vetëm fushën e parë.
Pra nëse duan të nxjerrin vetëm këtë emrin e përdorësit. Përdori cilindrës 2 pika dhe nxjerrin vetëm fushën e parë. Mirë, po e mbyllim këtu për sot, edhe do vazhdoj prapë nesër.